sallatë që sa më shumë kohë të rri, aq më e shijshme bëhet. Është sallata me lakër të bardhë, edhe si po e përgatisim neve tani, kuptohet që përgatisim sasi të mëdha se siç u thash, sa më shumë kohë të qëndrojnë në frigorifer, aq më e shijshme bëhet. Tani do lakër të bardhë, siç e shikoni, speca të kuq, karotë, edhe selino i hedhim neve. Duhet të i trazojmë të gjitha bashkë, do t'i hedhim uthull edhe do t'i hedhim edhe kripë. Vaj nuk do t'i hedhim, do t'i hedhim vetëm kur t'la çojmë në pjatë, sasi të vogla do me thënë, kur duam që ta përdorim, se në qoftë se i hedhim edhe vaj, kur është në frigorifer do lëshoj ujë edhe që kështu vaj do humbi ato të gjitha vlerat e tija që ka. Tani si shikoni, duhet ta shtypi mirë sallatën, mire, që të lëshoj të gjithë ujrat që mund të ketë brenda, pastaj do ta transferojmë në një tas që o ta kemi me kapak, kuptohet, të mbyllur. Do ta mbyllim, do ta mbajmë në frigorifer për sa kohë duam neve që ta përdorim. Do ta nxjerrim sasi të vogla, do ta hedhim në pjatë, do t'i hedhim pak vaj, edhe është yummy.